Unë të njove. Arrit e ti më zes, më shap, zes. Arrit e ti më zes, më shap, zes. Më prostitut. Kush je ti më rof që po mesh një rrjet social dhe të humor në portalet e Shqipërisë. Keni imagjinuar ndonjëherë disa individ që jetën e kanë fare bosh? Nuk kanë miqë shok me këtë pinjo kafe apo të ndajnë dy biseda. Nuk kujdesen për fëmijët, nuk dalin për një darkë me familjen. Shqiptarët nuk kanë njerëz, mor. Shqiptarët janë neveritshëm, mor. Shqiptarët e kanë helmin gjak, mor. Ju jeni llumi, mor. Burra dhe gra për të cilët e gjithë jeta është përpara një ekrani. Nëna që në prezencë të fëmijëve përplasen, shahen dhe nxjerrin në vrerë për njëra tjetrën. Baballar që me vulgaritetin e tyre, me kërcënimet dhe urrëtitjen që demonstrojnë, janë shembulli më i keq. Jo vetëm për shoqërinë, por edhe për të veçlit që kanë në shtëpi. Kjo është panorama e përditshmërisë së tiktokerave shqiptar në epokën e internetit, të cilën her pas here jemi munduar ta bëjmë publike për shikuesit. Jo për t'i dhënë famë secilit prej tyre, por për të nxjerrë zbuluar degradimin në një pjesë të shoqërisë, e cila me ignorancën dhe vulgaritetin që demonstron, është shembulli më i keq për brezat më të rinj, të ekspozuarit kryesor të rrjeteve sociale. Para 2 muaj, 2 femra të cilat nuk e di për çfarë arsye, por mund ta imagjinoj që është për audiencë për tërhequr sa më shumë njerëz që ato të dëgjohen, më kanë ofenduar, më kanë akuzuar. Ore, lule bore, janë të mira për bëjnë sigore, ca belholla, ca kapedane, ca të shtazionuara veterane. Ti prostitutu bare milionere me gjithat e dashnor. Unë, tani mos bëjmë dhe unë. Tani mos fillojmë të gili-vili se duket për xhelozi pastaj. Një që tani jo sharop të kuti keni nuk do ndaloj për asnjë njeri. Kancer madhja. Vdek këto zoti mafia. Racën ku ta ket vdek kancer madhja. Do me. Po vti se për e kapu sa po e pa ajo që si heca me ty me Matilda. Kjo që sa po pat ishte një copës fare shkurtër asaj që transmetuam një javë më parë, në të cilën tregoheshin gra që shajnë dhe sulmojnë në gjuhë rrugë në prezencë të qindra personave që i ndiqnin live. Vazhdon thoshtë aty. Ka të hënë. Vazhdon emisioni, jo ajo gjëja. Maroj llafet për neve me? Po pra ka filluar me një tjetër, nuk e di ç'a ishte. Do me thëmë marun për neve me? Vetëm kaq ju folti për mua me? Po tani do e qaj, po vetëm kaq me? Po jo javës tjetër një që do dalë me javës tjetër maroj. Po i bërë në ata javë për javën që do bëj me? Na pas ka dar një kanal Piranja që u merka me shantazhet e njerëzve pa lejen e çdo kujt personalitetit ton dhe fytyrës ton që na del në Instagram. Me çfarë të drejtë ka dal Matilda Dauta ke ju intervistë? Me çfarë të drejtë? Të drejtën e komentuesve si shikues apo të drejtën se është bulli su prostitucion dhe prostitut? Gjumur e shava, po është e vërtet, por e shava për gonfonde, edhe s'më kërce fare. Për ata që janë keq kuptuar me ose pa dashje, ne kemi denoncuar vulgaritetin që këto gra përdorin, duke mos njohur asnjë filtr për gjuhën e tyre. Nuk kemi marrë as pak me aktivitetet e shumta të bamirësisë në TikTok, që shpesh shoqërohen me abuzime nga organizatorët. Por ky detaj nuk kishte rëndësi për ta. Prandaj dhe ne nuk pritëm që këto zonja të nderuara të TikTokut të tërhiqeshin nga sulmet banale ndaj kujdo që i dilte përpara në rrugën e tyre drejt suksesit. Kësaj radhe edhe ndaj nesh. Jona e piranjave.al, jo profesioniste, një allabake, një ignorante. Ku e gjetet i profesionin tënd? Ku e gjetet i shkollën? Të le burri ty, apo i dashuri, të shkosh të hash tavolin aty, java 7 Shqipëri, për bamirësi dhe për gjona, të ulesh me kolegët, të hash të pish edhe mos kërkojnë dashuri? Dyshimet janë vizoj se qike dhe i bukur ti, po ty managjeri, kush të përdor ty në redaksi, apo aty në punën tate, nuk i bon le dhe pronari timi, nuk bon ti qa thot pronari punës mi, media, jona, Top Channel kape lajmi, ragazza, sei bella. Emisioni Piranjat me këta lloj gazetarësh të qelbur, të neveritshëm, të shpifur, të paguar, të shitur. Nga që janë emisioni investigativ, janë emisioni mirë, din qa bëjnë, e kupton, janë nxjerrin këto, bëjnë montazhe si punë atyre. E po ti si ka dhënë lek Odori, prandaj ajo i ka dhënë lek. Do me thënë, po ti japim lek në atyre, do na e bëjnë ata si duam në histori. Jo, po. Ju jeni piranja. Mirë që e keni vënë atë emër. Se ju jeni piranja. Ju të thisni gjakun. Ju të roptoni, ju të vidhni. Ju të shantazhoni. Ju të përndishni. Ju jeni shushunja. Ju jeni
vetëm një ditë pasi sharje dhe ofendimet e tyre u bën publike në episodin e shkuar të Piranjave. Dhe azun mend do të thoni ju, përkundrazi, vulgariteti vetëm sa u shtua. Rotëm me shatësis. Rotëm racën e sis. Kueke, me fare qartume, me fare e djallësume. Rotëm. Tu kërcy lavë sisa. Trolle citat me trolle s***, moj. Surati si, ke Pirjanja surati bardh në TikTok. Ta kishin zbar dreqin, ishte fryne nga surati. Reagimet e zonjës Zyme ngjajnë me racizëm brenda llojit. Ajsa na kujtojnë reagimet agresive dhe fyese të Samuel Jackson në filmin Django të Tarantinos. Who this nigga up on that nag? Who this nigga on that nag? It's Snowball. That's who the hell you calling Snowball? I'll snatch your black ass off that nag down here in the mud so fast make your head. Steven. Por zonja Zyme është pjesë e një ingranazhi denigrues që nisën nga ajo, Dorina nga Toshko Zjall kaj të Lushnjës, ujku Alfa i Tufës. Që të mallkoheshin nga një luanesh, një kokër që o zot i madh të rënd, ajo që nuk ta uron njeri. Ajo që mos i rënd as hasmi tim të rënd ty o luanesha malësore, o mimoza kurtaj. Ajo që më ke bërë ti mua të rënd aty ku të dhej më shumë. Po të mallkoj me gjithë shpirt sot. Mos paç një ditë bardh tjetës tënde. Ta the me shpirt Dorina Meta. Jo te Piranjat, po ku ma karcet me nderja mua, ku të doni? Të na që përshar, se ju kam shar juve. Na plasë pse se kam shar Matilda Daudin. Na plasë se i kam thënë Matilda Daudit është prostitute, po prostitute është. Që është dashnoria ka më Pietrit, po ashtë. Kjo zonjë e cila duket se ka inatin me këto që i del përpara në rrugën e saj drejt suksesit, ka marrë përsipër të demaskoj padrejtësit. Të paktën kështu shprehet dhe për këto të fundit meriton respekt. Por metodat që ka zgjedhur, me sa kuptojmë janë jo vetëm të gabuara, por edhe të dënueshme, madje ligjërisht. Një që tani jo sharopt ku ti keni nuk do ndaloj për asnjë njeri. Ty të racën dhe ti do marrësh kokër fare njerë, ti fare njerë. Ropt ku ti kesh do ta racën dhe ty kokër leku nuk do marrësh edhe tia. Plak, kush të dojnë të vit maj një tani, një burleshave malsore, unë po ja nanën juve, burleshave malsore. Urrat malsore, të me njeri tjetëri dhe gratja qabaj. Ja këto gra keni juve. Tani pak vëmendje, sepse për ne ishte i pa imagjinueshme se si një nën, për disa klikime TikToku përfshinte në videot e saj vulgare djalin 19 vjeçar. Derisa e pa me sytan. O Nikolo, është një mi arash, është një klysh. Ha? Ropsh të qumi. Jo, s'fash ropsh. Që shite? Ropsh. Ropsh, për nuk e thot do të shqip tamam. E them unë. Unë e thash. A e thejti? E thash ma basavosh, sepse... Jo, të thuaj dhe me zot lakë se ashtu ashte, mos e vrit mëndet ke që më marë. Nga quni im, ke lafen je ropsh. Asi i gjamë shumë. Edhe rot ashtuja. Edhe rot pika. Një nën që fton djalin në biseda live duke nxitur atë të shajë në gjuhë vulgare një të panjohur. Dhe për këtë, madje krenohet. Nuk është minoren që tha këtë lafen, është 20 vjeç. Si dhe nënën po doj. Alta thot jo nënën ti gruan aty plerës thot. Ose gocën. Kjo formë agresive të bëri TikTok nuk mund ta linte pa pasoja kundrejt të ngjashmëve të saj, të cilët, me sa duket, ja kanë kthyer me të njëjtin agresivitet. Dorina, shikoj këtë videon të lartë, Dorina, ta familjen. Shikoni o njerëz, Dorina Meta, kjo talis, dhe ju që jem shtesni, këtë zoti e rujt, po ky kanceri kësaj, ti raft këti që ti të njët, ti bjellës tape, buq, si e keshi shumë paze, i të familjen të gjenerume. Është vërtet e dhimbshme se si një nëne, jo vetëm i publikohen fotot e fëmijëve, por me ligësinë më të madhe i urohet më e keqja për shëndetin e tyre. E gjitha kjo, kostoja e një rrugëtimi për të bërë me çdo kusht e njohur. A mund të ketë degradim më të madh të një shoqërie se kjo që po tregojmë? Aq më tepër kur në këtë rreth vicioz ku të gjithë deklarohen të pafajshëm futen dhe familjarët. A e ke marrë ndonjëherë gocën të thosh çfarë po bën? O kako, se çfarë flasu me fëmijët e mi, se i them bravo qoftë, se i shumë, se i kut, se i bërtat, se i mallkoj, ajo është puna ime. Si do t'i vi djalit tënd të të marr unë ti e nëna ime të kërkoj 100 herë falje dhe unë të nxjerr ty me dobiç, të nxjerr ty që ke të dashur, të nxjerr ty ose çupon tënde. Ti çfarë do bëje në kemën time? Më thuaj një fjalë çfarë do bëje? Nuk do ta lejoja.
E vetmja gjë që kam bërë, kam marrë djalin tënd, më mbylli telefoni, tha nuk të presi. Tash jo ti do të presë se je burri familjes, si kam thënë. Burri familjes time, dikush është burri familjes. O zonë. Okej. Mund të flas 2 minuta pa me bashkëshortin tënd? Jo, i kun gjuhë, nuk flet me asnjëri për këtë gjëra. Ish burri 60 vjeç nuk flet. Po tani si do t'ja bëj me Dorinën, o zonë? Jo, nuk e di unë se çfarë do bëni, vetë në anësim. A është përgjigje dur kjo që po jep? Çfarë them tjetër? Për të kuptuar më shumë për situatën e kësaj zonje e cila pavarësisht agresivitetit që tregon, merr mbrapsht shumë sharje dhe kërcënime. Shkuam në shtëpinë e saj në Tosh Kosta Allkajt, 15 kilometra nga Lushnja, aty ku na pret babai. Bashkë me të cilin do të përpiqemi ta bëjmë Dorinën të arsyetoj. Çfarë do ti të bëjmë? Të flasim pak me Dorinën në prezencë tuaj. Po jeti dhe flasim. Ju si keni numër telefoni vajzës? Jo. Do vetëm s'flisin fare me vajzën. Unë s'komunikoj fare. S'komunikoj fare me vajzën. Mund ta marrësh pak Dorinën në prezencë? S'kam numër telefoni. Si a ke Dorinës? Hajde që ta jap unë. Po çe dua, unë do flas kur dua unë. A është Dorina kjo? Unë se një fare se kush ishe. Si mos e një vajzën tënde? Si një me pra. Tani goca ime është e pandehur, unë qy. Po të tri, është fëmia jo? Moje, do më thesht. Përgjegjësi morale, a keni? Ja. Nuk ke? Ja. Me babain, asnjë rezultat. Ai nuk e njeh Dorinën dhe madje nuk ka pse mban asnjë përgjegjësi për të. Ndoshta bashkëshortja e tij do të jetë më bashkëpunuese. TikTok kemi të gjithë. Dorina mbas e ka gabur. A ju duket e drejt juve që këta njerëz të TikTokut të ngrihen dhe të flasin për Dorinën që është një përdal, ish një baxhell, del në rrugë për 2 euro për të rritur fëmijët, futi burrin në burkë dhe nuk i le të takoj. Kjo përplasje tiktokerave në rrjetet sociale ndonjëherë zhvendoset tek të afërmit e tyre, që marrin jo vetëm pasojat e dhunës verbale me publikime fotosh familjare, por edhe përndiqen deri në shtëpi nga persona të panjohur. Të dëgjosh nga mëngjesi në darket, 2 natës, emrin tënd që të shajnë edhe personat që ti nuk i njeh fare, është me të vërtet e tepruar. Qa të thushe, Dorina? Qa të thushe ta familjen? Oj, Dorina të bukurien. Oj, Dorina të nazifin. Oj, Dorina të bukurien që t'ka bon ty. Ashe moj Dorina mos të mërë me. 4 burra që kanë hyrë në një live TikToku dhe merren me një femër dhe familjen e saj. Burra i thënshin. E shikoni këtë? Ky është kloni shqiptar. Shiko qa kërcënimi hapur. Hop plerat e Shikoj qa i bën njerëzve këtë plera. Sa u shite, moj gazetare shpifur, sa u shite. Ish një me mask, ati e ka kloni shqiptar. Unë nuk i them dot ato lafe. Shikoj e ketë që t'ka bo kokën, ta familjen, ti gjithërok, ti mod, ti shpirtë zef, ti palame, ti rup, ka familjen të degeneroj me libër shtëpia. Pastaj nxori fotografinë e Dorinës me kalamajn, kalamajtja minoren, i thoshte të smur e kshu, lloj. Këtë zoti e rujt, po ky kanceri kësaj, ti raft, ti që ti tunit, ti bjellës tape, buq, ja, si e keshi shumë paze, i familje degenerume. Emri joti vërtet është? Petri Qoqiu. Po, faqen kloni, ti e ke? Po, unë e kam. Kloni, me emrin e vërtet Petrit Qarqiu, është një nga tiktokerat më agresiv në qarkullim. I fshehur pas maskës, ai nuk ka asnjë filtr, madje duke vënë në lojë edhe fëmijët më të pafajshmit të këtyre përplasjeve. Unë i herë kam nxjerr fotot e fëmijëve që i kam thënë i ke autik, shiko fëmijët e tuj. Pse e bëre? Kam thënë këto, unë të nuk e mohoj. E kam thënë se është edhe video që i ke autik edhe do merrem unë personalisht me ty. Po pra, po pse zgjodhe të merresh me fëmijët e saj? Po, ajo, pse zgjodhi të merret me gruan time, me kuthën time? Po pse ti duhet të bish në nivelin e asaj? Po në momenti më jona, unë i kam thënë edhe në live, fali i kërkoj djeshe, pa që i kam thënë në vetja ime. Në fakt, kloni ka dalë të paktën 3 herë nga vetja, të dokumentuara. Shive ti jeri palame, shikoj që të laftë, se kam betash beracën, kam betash sivin të vari, kam betash maman, gotha gjaja, gotha daja. Është e vërtet që kam dalë nga vetja, sepse të marrësh vesh që vllai tënd i janë bërë mesazhe 24 orë. I kanë vajtur poshtë shtëpisë. Kapo Pietri ka kontaktuar vllain e vet, duke qenë se ishte burr, donte të komunikonte me një burr të familjes që të ndalojë ky fenomen. I kam thënë, dua të merrem, i kam thënë me burra sepse nuk jam tip që dua të shaj dhe të ofendoj gratë. Më ka nisë një mesazh, gjëje me atë që ke problemi. Dua të vi thash të flas me ty. Po nisem, i thash unë rri në Fano, po nisem ai
rrinte në Rom. Edhe kjo u mor si kërcënim. Ngrihet një tip nga Franca, bën video te makine çunit tim, tregon shtëpinë e çunit, vetet e kampaneli dhe nxjerr në TikTok mbi emrin e çunit tim. Edhe ky tha tani bollme nuk durohet, tha. Vajti bëri një denancim. Tani unë nuk e di se kush nga ju ti vet vllai po shtëpis edhe nuk do bëj një gjë tillë. Me thënë, ti kërcënohet vllai me jetë, dhe aq më pak të jetë live. Të jetë live personi dhe të kërcënoj me jetë dhe ti ta shikosh. Kur unë jam në Pisa, jam 380 km larg. Në këto kushte, kur çdo gjë është jashtë kontrollit dhe vëllai i Dorinës një zotëri në punët dhe hallet e tij përballet me presione tiktokerash të zëmëruar, ai kërkon familjarëve të ndërhyjnë për ta ndaluar motrën në këtë marrëzi që po i sjell pasoja për të gjithë familjen. Po kjo i thoni Dorinës të heq dorë nga TikTok. I thoni Dorinës, më thot mua çuni, me fjalë si u mërzit me këto sharje, thot thuj Dorinës të heqë dorë nga TikTok. Nuk keni mosh ju të merrni me të tilla gjëra dhe t'ju vit ju trokasi njerëz në shtëpi. Për çfarë? Për një lojë TikToku. Gabim normal. Po normal, nuk po them se nene Matildës ose nena jote ndihet mirë. Nuk e vë në dyshim. Edhe këtë. Merruni me këta që bëjnë lojra apo budalliqe TikToku. Me të gjithë. Por dëshira për live TikToku duket se është shumë e fortë se sa lutjet e familjarëve për të hequr dorë. Prandaj Dorina, përveç disa momenteve nga shërimi, nuk është se ka aq problem luftën e pisët me përfshirjen e njerëzve më të dashur. Nuk e lamër, s'dua. Pse ti le? S'dua. Atëherë do marrësh pasojat. Çfarë pasojash do marr? S'marr pasoja fare, unë jam në publik. Të vi kush të doj, pa më nxjerr ju në televizor, thot unë nuk qëndroj se unë e bëj për famë. Ja, po ty të pëlqen të ngrizesh me njerëz, pastaj me sa kuptoj unë. Po. Atë po thuaj pastaj të paktën. Po e kam thënë gjithmonë ose ke ngjyrë ti. Pse mendon se e bëjnë të gjithë këta? Vetëm për famë, siç vetë ajo e ka thënë në për live-et e saj, që siç e mori ti famën e dua dhe unë. Na lini dhe neve siç e keni bërë juve, siç e keni nisur ju karrierën tuaj, na lini dhe neve të bëjmë çik famë, na lini dhe neve të hamë dhe neve siç hani ju. Dhe kështu ajo mendonte se do merrte famë. Shihet qartë që kjo zonjë ka nevojë për t'i ardhur në ndihmë, prandaj vendosin ta kontaktojnë për të kuptuar këtë pasion që ka për famën e TikTokut. Por përgjigjja e saj ishte një fjali e vetme. Unë do të them vetëm kaq, që ju nga unë bëni çfarë të doni, ju keni të drejtën tuaj, sigurisht keni marr prova, keni marr mjaftueshëm, ju bëni çfarë të doni, nga unë si person, si Dorina Meta, do keni vetëm një denancim për shqetësimin e prindërve të mi. Për çdo pyetje që deshem t'i bënim, jo vetëm lidhur me gjuhën që përdor në TikTok, por edhe për shqetësimin që ka shkaktuar tek të afërmit të saj, Dorina u mjaftua vetëm duke na njoftuar se do të na denonconte. Ndërkohë që lufta vazhdoi edhe më e ashpër, kësaj radhe brenda llojit, sepse goditja e madhe për Dorinën do të vinte pak ditë më parë, kur për arsye të panjohura do të bënte sherr me aleaten e saj më të madhe, zonjën Zyme, e cila një lloj sikloni nuk do të kishte as pak mëshirë për fëmijat. Më bëhet qefi që i bëre një gjë të tillë Zymes. Më bëhet qefi që i erdhi pikërisht nga ti, nga kloni shqiptar dhe nga pikërisht nga Luanesha që hyri dhe në live. Dhe kjo për mua nuk ka kënaqësi më të madhe. Edhe për mua është një kënaqësi që ti të përballesh për mua. TikToku nuk e zotron ti, pas Matilda Daute. Dorina Meta, Matilda Daute, do ju vi koha juve të dyve, kush jeni në të vërtet, t'ju njofi ky rrjet social. Se u dhe ti, një co pastru se jemi. Ti ke një burr me ndjekje penale për një drogë, dhe ato fëmijë janë bab e një kriminali trafik droge. Edhe ti je një non bashkëpunuese me trafik droge. Bashkëpunim prostitucion, bashkëpunim trafik droge. Një aleancë e prishur pa pritmas që çon ujë në kampin kundërshtar. Edhe këtu një pyetje na vjen. A mos vallë zonja Zyme do të krijojë koalicion me Matildën në luftën kundër Dorinës? Doli dhe Zymja telefon. Ja kopën edhe Zymes, ha tani. Mbaje Zyme, ta gëzosh edhe ti se më shave mua deri më. I ran fesh Zymes më duket. Na dilë Dorina Meta e pa kujton Zymen e bon Zyme miliardere. Ai se do të shoh me ty tash unë Dorina Meta, se si do analizosh edhe ti nga Zymja. Mos u mërzit. Ti do lavash truni, ti je smur. Zymja ju kanë ndjek, ju kanë mbrojt, ju kanë dalë krah, po ti je smur. Plere keqe, seksi nga sterre. Plere, ti e plere moj plerje. Mua dhe Matildën ka kërcënuar Zymja se do merret me mua me Zymë, do merret me Matildën. Tani po na kërcënon. Po na akuzon se po bëj marrëveshje, kam bërë marrëveshje unë me Matildën moj. Ti, Dorina Meta, ku
mund të ati unë që ti e shoqja e Matildës Daudës dhe e boni këte për provë për sy e faqe të njerëzve që ti jepni suport një tjetrës edhe të fajsoni njerëzit edhe të mbroni vete. Ton keni përballë sot e tutje jo me denanci, po me digjenerim. Ta marrin vesh ky publik, ky shqiptar, kush jeti e vërtet. Unë tani sot do merrem sot me gangsterin, me Dorino sot dhe me Matilda Dautaj sot dhe nuk ka njeri që të ndaloj. Po. Për këtë, çfarë thot kjo më budallaqe? Pavarësisht kësaj betejë tashmë pa kompromis, Dorina ka një armë të fuqishme në dorë, gjyshja e përrallave. Një tjetër personazh grotesk i kësaj historie me titullin Poet e TikToku, duket se do të qëndroj besnike e padrones, derisa vdekja t'i ndaj. Unë do ju bëj atyre shushkave gazetareve, do ju bëj nga një vjersh, le ta regjistrojnë dhe ato t'i regjistrojnë. Përfundova në qeli, se mi shritur lesh i zi, ja dallohet dhe nga bluza, do ju tregoj kush është akuza. Talli para mendim, mori gjykata, dje vendim, e vullosi piranja që është krim. E gjithë kjo përplasje titanësh me akuza, intriga, aleanca të hapura e të fsheta, me prishje miqësisht të vjetra e të reja, ndodhin për shkak të një personi. Ky fenomen duhet të ndaloj, të preket fëmijat, të preket familja. Keqe ma thuaj mua, nuk ka shans që para disa femrave kaq të ulta, të ulem edhe unë në nivelin e tyre, absolutisht jo. Unë do e vazhdoj TikTokun. Por TikTokun do ta vazhdojnë edhe Dorina, Zonja Zyme, gjyshja e prallave, klouni e të gjithë ata që nuk kanë as pak në mend të ndalen përballë kësaj përpjekje për t'i bërë të arsyetojnë. Pavarësisht se në ndonjë moment i thon ca të vërteta. Megjithme që ky TikToku pas ka shqiptarëve, e pa shqiptarëve. Turp, jeni një shembull për shqiptarë dhe për fëmijë që ju po rrisni dhe t'ju ngjoj ky rrjet social kaq dialog të shpifur dhe të fllihur, kaq kisha. Për Matilda Daudën i bëj 6 muj burr me gjithë qef.